Në tryezën e përbashkët mes autoriteteve publike, partnerëve europian, shoqërisë civile dhe organizatave të medias, me tematikën e drejta për informim, kryeministri Edi Rama vuri në duke përparimin e Shqipërisë në fushë në raport me publikun. Rama tha se shkak për mosmarrje të informacionit është përtatësia burokratike, duke thënë se ka kërkuar vënien në zbatim të sanksioneve për çdo ministër dhe sekretar të përgjithshëm përkatës, nëse nuk ka dhënie të informacionit brenda kuadrit kohor të përcaktuar. Nëse do flasim nëse do flas unë në këtë rast për çfarë ka të bëjë me lirinë e shprehjes dhe me këto pretendimet e tjera, ndërkohë ne kemi marrë dhe një angazhim tjetër që tregon të kundërtën e asaj që thuhet nga gota gjysmëbosh, që ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga paditë e qeverisë në gjithë këto vite, as nuk ka pasur në fakt padi për gazetarët, sepse i kemi ndaluar të gjitha paditë për shumë vitesh, por kjo nuk shënohet në arsyet për të ndjerë të lirë dhe për të ndjerë me krah të lehtë në punën e gotës gjysmëbosh. Gjithsesi, ne do ta bëjmë dhe këtë hap tjetër, një hap që shkon në drejtim të relaksimit më tejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi, edhe pse unë personalisht nuk besoj se këtu problem është liria e shprehjes, këtu problem në fakt është liria e shpifjes. Por kjo, thash, është temë jo për të tryezë dhe nuk duhet të thyej gotën tani. Kështu që shpresoj që i adresova disa gjëra, ka edhe shumë gjëra tjera natyrisht për të diskutuar në këtë kontekst. Por duhet i siguroj të gjithë që ne nuk jemi thjesht në kushtet kur shprehim vullnet, ne jemi në kushtet kur në mënyrë sistematike dhe këmbgulse përpiqemi që vullnetin e shprehur ta materializojmë me progres. Edhe në këtë aspekt, Ambasadori OSBE-s në Tiranë, Michel Terran, gjatë fjalës së tij në konferencën e shtatë ndërqeveritare për të drejtën e informimit, vlerësoi miratimin e ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave vitin e shkuar si një hap të rëndësishëm përpara, duke shtuar se legjislacioni është i harmonizuar në rregulloren e të dhënave të Bashkimit Evropian. Dëshiroj të theksoj arritjet kryesore të bëra në mbrojtjen e të dhënave, miratimin e ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave në dhjetor 2024, që shënon një hap përpara. Ky legjislacion tani është i harmonizuar plotësisht me rregulloren e mbrojtjes së të dhënave të BE-s dhe direktivat në zbatim të saj. Rezultati i bashkëpunimit disa vjeçar në udhëheqjen e institucioneve tuaja parashikohen në këtë ligj, i cili parashikon në formën e përpunimit të dhënave, ndërkohë që forcon edhe të drejtën e mbrojtjes të individit. Duke reflektuar për bashkëpunimin tonë, vërej një bashkëpunim të frytshëm midis pranisë së BE-s në Shqipëri dhe institucionit tuaj, sidomos mbështetje në identifikimin dhe në adresimin e çështjeve për mbrojtjen e të dhënave. Iniciativat tona janë përqendruar tek rritja e ndërgjegjësimit dhe qasjeve praktike në mbrojtjen e të dhënave dhe në hetimet, siç janë lidhja kryesore midis të drejtave të njeriut dhe teknologjive digjitale. Në përmbyllje të javës së integritetit të 2025 u zhvillua konferenca e 7 kombëtare për të drejtën e informimit me temën Agora e transparencës në kohën e integrimit, e organizuar nga Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin.